Unë i përgëzoj djemt sepse në qërë do t'isha në vend 2 do të vite keq sepse kanë ullhet shumicën e kampionatit, kanë bë lojnat mira pa çka oscilacioneve që kena pas, dëmtimet që kena pas, duhet i përgëzoj djemt edhe unë mendoj që e kemi meritu plotësisht vendin e parë. Sa frymëmarrje është kjo fitore për vazhdimsi, profesor? Jo, frymëmarrje nuk mundem me thënë, jena me pikë barabarta me Elbasanin, po edhe 3 pikë mas kena Ignatin, janë 3 ekipe ngjarë për titull. Final Four shumë i fort, Final Four që duhet kena shumë kujdes, duhet sepse fillon kampionati me 0, sigur janë 3 javë vetëm kampionat, domethënë është një luftë, një kampionat i çmend. Profesor, si shikon këto 3 javë? Duhet të rujmë qetësinë, të mbledhim forcat, të organizohena, të jena në qetë, stërvitena mirë. Në këto momente na duhet qetësia, na duhet të jemi shumë të përqendruar sepse thash, jemi 0 pikë, janë 9 pikë në lojë, jemi ngarë gjithë ekipet. Ju vjen keq formula krijon një lloj anomalie në rastin konkret të Vllaznisë, që pika tek e humbet dhe në Final Four shkoni normalisht megjithatë kemi ditë që në fillim nuk kemi ditë si do të marrohet kampionati. Tash mas kampionatit vjen keq, por në fillim kemi kanë gjithë dakord mënyrën se si ka kanë rregullorja. Nëse do të pyeti a e du apo se du një kampionat të tillë është gjë tjetër, po them një kampionat i stërgjatur, një kampionat i stërmundimshëm, stresi prek mojat. Profesor, pa televizin në formacion sot me elementari, i kënaqur për Arën që shënoi edhe golin e parë? Jo, Ara shënoi, e përgëzoj shumë. E thash që mund të kishte pas minuta edhe më tepër, por mënyra se si ne lozëm Ara është një vingër natyral, ne me 3-5-2 si Kubazin ashtu dhe Arin i kemi përsekutuar thojza sepse janë rolet e tija. Ara më kërkojnë pushimin e nesër në rojë sepse ishte i lollën, normalisht sepse ka shumë vrapime me bua, nuk është një lojtar që mund të bëjë fazën ofensive dhe defensive të njëjtën mënyrë. Kështu që e përgëzoj për ndeshjen e sotme. Është djalë i talentuar, duhet me ecë përpara, duhet me punu fort sepse e ka të ardhmen përpara. Ora së vërtetës. Mund ja dalë Vllaznia tashmë? Ne e kemi filluar për me ja dalë. Normalisht Kastrati dhe Bismarku na kanë prish goxha punë. Megjithatë un kam mjaft lojtarë aty që janë gatshëm me sakrifiku deri në pikën e fundit. Profesor, do jetë Bismarck për Final Four gatshëm? Besoj që po, megjithatë nesër do jetë stërvitje, them që do të jetë një vlerë e shtuar për ne në kohë. Sfida ardhshme ndaj Ignatis, profesor, një kundërshtar të cilin e keni dominuar gjatë sezonit. Unë e di që las me Ignatin, nuk e di që las me Ignatin, unë di që las me Dinamon, megjithatë të 3 skuadrat që unë las janë njëna më fortë se tjetra, kështu që presim dhe të jemi të qetë para nesh. Profesor, për plas që jeni pasur në fushë, për jashtë fushët me Ignatin dhe Dinamon, keni frikë se mund ketë pra... Unë që jam për plas, s'kena për plas me kërkan, ne jemi në futbol, losim futbol, mas 90 minutë që t'jemi tonë miq shok, pavarësisht me dikën më shumë dhe dikën më pak, nuk ka, këtu është futbol, nuk është për plasje, nuk ka asnjë gjë tjetër për futbollit. Profesor, kolegu dhe miku juaj Breken Obizi u shpall kampion me Vllaznin B dhe u shpreh shumë optimist se edhe Martini do ta bëjë një gjë të tillë. Jo, jam shumë i gëzuar, kam uru direkt mas neshës e kam pa neshin për televizorit. Normal ka bë punë shumë të mirë sepse nuk është kollaj të bësh një ekip B me gjithë ato lojtarë të huaj. Unë jam i mendimit që kërkush tjetër për vestisë, se s'do kishte shumë më mirë. Një aleancë profesor të Gnadios dhe Dinamos. Jo, unë i besoj vetes, djemve të mi tanë Shkodrës që me thanë drejten kam pak, kam nevoj pak, jo unë, po djemt, ka nevoj pak më tepër për shtetje, pak më tepër me kanë prezent, kur shof ekipet e tjera që vinë me politikan, me gjitha instancat dhe për stadiume dhe ne nuk pështetemi nga këto njerëz, më vjen keq, sepse Shkodra nuk është asnjë individi, Shkodra është e tonëve, Shkodra ka histori të madhe, Shkodra nuk është e një personit apo dy personave, Vllaznia është e tonë Shkodrës.